që më keni pyetur, a është njëti app për të dhënë provimin Leben in Deutschland Einbürgerungstest? Jo, ka dalë ky App Store i ri, shikojeni dhe studiojeni mirë. Atëherë, kush nga ju do japi provimin nga janari e mbrapa i 2025-s, kemi aplikacionin e ri për të dhënë provimin e Einbürgerungstest ose Leben Deutschland, siç e quani ju. Ndryshe, keni këtë programin e keni të ndarë në bazë të landeve sepse janë shtuar 10 pyetje. Dhe mund të shkarkoni fare lehtë pa pagesë në telefonin tuaj ose në kompjuter dhe të mësoni pyetjet. Ndryshe duket dhe kështu, pra duket kështu programi. Unë kam pyetur dhe vetë, pasi të ta hedhi një nga njerëzit e mi të afërt dhe i sugjeruan këtë appin këtu për të mësuar dhe për të ushtruar pyetjet që do t'i nevojiten për provimin e Einbürgerungstest. Ju sugjeroj dhe ju, kush dëshiron mund të shkarkojë ka pa pagesë dhe ta shikoni se si është i formuluar, por që është provim shumë i lehtë, të gjithë pothuajse e marrin. Dhe nuk besoj se do ketë vështirësi në momentin që mëson të gjitha pyetjet siç janë aty. Thjesht i mbaj përmendësh dhe të shkoj në provim të japi provimin. Provim ju nevojite të keni me vete, vetëm pasaportë ose një mjet identifikimi dhe një stirolaps, nuk lejon telefonat asnjë gjë tjetër, duhet i fusni në një dollap që duhet jetë atje, mbyllen me çels dhe ju jeni vetëm ju, stirolapsi dhe leja juaj. Mjeti i identifikimit. Ju uroj shumë suksese dhe let's go. Jepni provimin.